Shiko për shembull, nuk kam çore pa e përmend. A vdes Nikolas i Madh, erudit, një njeri shumë i madh i shkencës letërsisë shqiptare dje, u varrës Recep Qosja. Një njeri kuk, po çka kish lënë testament? Unë e kom kajt për atë testament. Mos u varrës në merite fetare. Ai ka qenë kuk, i ka bërë shërbim shqiptarisë. Por çka i ka privu miliona shqiptarë të besimit islam u lut për ta. Edhe me bo do për ta. Qërë vllazni, unë e di metodologjinë e kritikës, por unë du me bo një kritik si kurse ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I thanë për filën jahudin, edhe pse dallimi absolutisht nuk është i barabartë, mos më keq kuptoni, po du me thonë diçka që është me interes nacional. I thanë, ja Resulallah, filoni njeri i meqëm, vdiq. Bile i tha, i shkon për jahudive. Qajti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I thanë, ja Resulallah, pse po qonë? Tha, pse më pështoj një njeri i meqëm, më doli për i dore, nuk mujta me pështu për i gjehenemit. Kështu Resulullah alayhi salatu wasalam i ka trajtu njerëz. Kur për ju thamë unë e rinis, lexoni vllazën, se këti popullit i vy një njeri shumë i ngritun shkencëtarisht, por i vyn edhe i ngritun fetarisht. Se shkencëtar po kemi të dashurit e mi, po kur po vjen puna, po e lën testament, po s'du me dek, po thotë, sipas islamit. Edhe mu varro sipas riteve fetare, është për keqardhja, ha? E ne dojna një gjenerat e cila i shërben kombit, po i shërben në emën të Allahut. I shërben në emën të islamit. Sikur ata tjerë që e dëshirojnë me pas një njeri tyne në emën të fesë tyne, edhe na dojna me pas në emën të fesë tyne. Është kërkes legjitime që Zoti na ka lënë. Madje na këtë kërkes të Zotit, ja lexojnë Zotit gjithë në Kur'an, surën El-Kehf, kush e lexon ato e ki. Thuaj ti Muhammed, kush dën për juve me besu bëjrëm, kush nuk dën apet bëjrëm. Thët se cili e ka venin atje për çka unis, ku më shku. Andaj, a pevreni vllazën të dashur, gjithë ka dituri, gjithë atë, besa, nuk ja harrej ati burrit të madh, ati kolosit të madh, që ka mbrojt dinin islam, kur Ismail Kadareja thëke bënu të krishteri ju shqiptar, lene fejnë Osmanlive. Publikisht ka po. Ka dali vetëm kë për intelektualve që ka mbrojt, kush e Recep Qosja. Edhe e ka bo kritiken me kritik, mënyrën tamam shkencëtar që shdin me i ballafaqu kritikat e veta, dhe këto s'bën mi harru se na du të më konë njerëz të drejt. Pavarësisht këtyne, po vjen një moment që kime me të vetë natën e vorët, që ka mi thonë Zotit. Zotit nuk të vjen ato me të vetë, që ka je konë? Po Zotit vjen me të vetë, kush është Zotit? Kush është meleku? Kush është pejgamberi ju do shta me thonë? Kush është feja jote? Qa bonë ti për fejnë tonë? Qa bonë ti për dizorin temë? Kjo gojnë, kjo preokupim, o vllazni, po kjo nuk vjen ndesh, o burë. E pishet gjithë këtë dituri nuk ka kom gjendje mu gjyvesh pe mësimeve komuniste, edhe pse i ka dol ndim edhe mbështetje islamit, zisa herë me deklarata se valla billah talla nuk jam muhaj, por nuk është e mjaftueshme se na privoj me u lutë tek Allahu. A pe vreni? Çfarë gjendje? E kush e bjen këtë situatë? Mungesa e fetarisë. Ata cilët dojnë një popull me eduku, me mungesë fetarisë, vjen një moment që i kanë me dek edhe kanë me lonë testament me thonë nuk dojna me shku të vorët me hoxh. E nuk i duhet shqiptarëve kja. Shqiptarët duhet ta mojnë islamin. Islami është shpirt frymëzues, kandil ndriçues, udhëzues i jon, shpëtues i jon. Pa ta nuk kena çka të lakmuj me jetu. I lutëm Allahu të na udhëzoj të gjallët tanë, edhe të na bën të drejtë, edhe në kritik, mos të bëmi të prus,
mizën mos ta bëjmë bull, po dhe bullin mos ta zvogëlojmë me bokët mizë. Inshallah Zoti na udhëzon, e na drejton, e nuk na lën këtë shqiptari pa burra të vërtet, të cilët kanë frikë Allahun dhe e çojnë emanetin e të parit lart e ma lart për hatër të Allahut.